Pamët për të vdekurin o musliman, domethënë hapja të pamëve për të vdekurin, është ka në traditë ka hershme muslimanëve në vendin tonë. Sot do të mundohemi me lejen e Allahut Azza wa Jall me fol rreth asajna se sa duhet zgjatur e pamja, ose si duhet zgjatur e pamja. Para se me fol për këta, po ta marr një si shembull që po besoj që nëse kupton shembullin, ki me kuptu përgjigjen para se me fol one. Muslimanëve ju kujtohet kur e kanë fal xhuman ka 60 rekate. Namazin e xumas 60 rekate. Ka për tyne që ju kujtohet kur e kanë fal 57 rekate. Ka për tyne që ju kujtohet kur e kanë fal ka 7 rekate. Ka për tyne që ju kujtohet kur e kanë fal ka 3 rekate. Ka për tyne që ju kujtohet që në vendin tonë e falin 3 rekate, e në Evropë falin 1 rekat. A ju kujtohet kjo? Kujna si kujtohet kjo? Ky për shembull o musliman, namazi xumas pe kur mahet mend të muslimanët ka qenë 2 rekate. Nuk e marr mend kush, ky vetëm shembull. Me këto po duam të thonë që ajo që është din, hak, ajo që është taman fe, ajo nuk ndryshon. Çka ndryshon te njerëzit sot 7, sot 13, sot ajo që ka ne këna thanë me goja tona dhe këna nërejsh me kryt tonë. Ajo ndryshon të njerëzit. Ju kujtohet kur e pamja ka zgjat 2 muaj dit, 60 dit. Ka zgjat e pamja. A ju kujtohet? Toni ka ra në 57, toni 30 dit. Toni ka ra në 7 dit e pamja. Tash për momentin në venet tona është 3 dit për afërsisht. Në Evropë na e bajna 1 ditë pamën. Cila është me e vërtet? Cila është me e mirë? Cila është obligim? E din cila musliman? E di që është e ranë të musliman, një thonë këta. Po besoj që shumë për muslimanve kanë më kuptu me lejen e Allahut Azza wa Jall. Kjo është qëllimi jam më kuptu muslimanët edhe me ju bë dobi muslimanëve këta që ka po e tham. E Allahu Azza wa Jall na ndihmoft të tanve. E din që i kem bash dikojna kur ka vdekje në familje. Ti a ki bërsh atina me ja thonë qitë fjalë, me i thonë të Allahut është që ka dhanë edhe që merë. Me thonë i thu, Allahu Azza wa Jall ka dhanë, edhe Allahu Azza wa Jall e merë. Allahu na bashkoft të tanë në gjenetit e Allahut Azza wa Jall. Këta ja ki bërsh me ja thonë muslimani që nje, edhe që ki lidhje farifesnore me ta, ose lidhje shoqërore, ose lidhje misore. Këta ja ki bërsh me ja thonë një muslimanit. O të shti problemi është kur mi a thanë, edhe ku mi a thanë, edhe në kur o musliman, kur të takojsh, ku të takojsh, mi a thanë kur të takojsh, edhe ku të takojsh. E kum pa në gjami të e falë namazën e sabahet edhe i kum thanë, hajrë ke ba. Une vëlla se kum pa filanin pej kur i ka vdek baba, e sa teta në pazar me thonë e thash, po bana hor. Nuk e bohor, ke kryo obligimin ta ndaj tina. Si unë bohor, si e bohor. Kusha si bohor, ke në regull jem. Unë vëlla të shku, udhës, nudhe, unala, së spata qale pa unal, me thonë a u mërzite, hor o bana. Kusha si bo, nuk e bohor, ke boher. Shumë herë të madhë ke bo. Qysha nuk o marë kjo? Kë nuk o marë, kjo është herë. Po s'ku mujt me shku? S'ke mujt e me shku. Nuk e mujt me shku. Pak edhe ai ka pas fajet, se nuk i ka majt 3 dit e ka majt vesh 1 dit, jo e si ka pas fajet. Ose ai ka pas fajet se të është vesh 3 dit për para o ka në 7 dit, jo e s'ka pas faj, kurgja e s'ka pas faj. A din, me këto tjetër në që ka po du me thonë? Po du me thonë që ti në qofse, i angazhum, edhe ty të vjen ma let që njerëzit mos me arë një paradarke, një mazdarke, një avon, një herët, edhe ty të vjen ma let me të saktu një kohë kur ti ju thu njerëzve, është si kur ju thu njerëzve, unë e pe kësaj kohë edhe në kitë kohë jam të shpia. Nëse dënë dikush, jam të shpia, ama ti e të sakton kitë kohë, po nëse s'dënë hiq me të saktu, mos i sakto hiq, ku që s'ka të keqe, qysh? Ti e i pare që po të njim, në klona me këta, musliman. Lona. Me padalën e para 20 vjetë mi thonë njerëzve që ka me arë një kohë kur ti ki me majtë 1 ditë pamën, kishë do në të ki të randë. Do me thonë, a bëshe, veç prit, basabër, me kohë i kuptën senet. Unë po të thamë sot, nëse ti heq nuk qelë pame, nuk e bëjë gjina.
as nuk e bë hor, kur gjë s'ke bë. Kur gjë nuk e bë, në rregull je krejt. Domethënë nuk i kur fare obligimi ndaj njerëzve. Edhe kur ta ka nënu dhe thot pritet me mirësi edhe vlerësua fjalët e tina. Ama kur gjë nuk e bë, këtë jem në rregull. Por fund po them musliman, bëj që ja kemi thënë të Allahut është çka ka dhënë edhe çka merr. Allahu azza wa jall na bashkoft në xhenetet e Allahut azza wa jall. Allahu e mëshiroft të vdekurën ose të vdekurin. Edhe Allahu ashtu sabrën, këto janë fjalë që mund të më ia thon për mirësisë tonë ndaj tina, për mirësjelljes tonë ndaj tina, ama obligim që ti më shku me vizitu nuk e ke musliman. Tash njerëzit e kanë bë, e njofta shkojnë pame. Ky nuk është obligim. Ky është namazi xhenazës. Namazi xhenazës e njofte shka. A dini pse o musliman? Se namaz xhenazës bani e falën muslimant, atër tu ka hjek obligimi edhe ty. Bani se fali namazin xhenazës kush për muslimanve, atër dhe ti ki gjinohe. Kështu që namaz xhenazës shka. Në pame, nëse së shkon, këtë jenë regull. As mos ju edhe kërkojna nëse s'djen, po as mos t'jet hatre kërkojna nëse s'shkon. Kjo është realiteti. Të shti fillove me më kuptu pak, e ke pa sa njerëzit që ta e kanë marrë shkak edhe nuk folin sot me zveti. E ke pa sa familje në kështë musliman. Jo pak, shumë. Këta e kanë marrë shkak. Shejtani, njëherë të nëjtë qështo, banë qështo, të një ta qëtë kurë, të në tjetër në dhe s'ka ardhë me të pa, për në anën. S'ka ardhë, e këmë zatit në udhe më ka thonë. Po e këmë zatit në udhe së më ka thonë heq, ka haru, kusha nuk u pa musliman. Në njerëzim. E lusëm Allahun azza wa jall që me zonë vend të musliman të fjallë. E lusëm Allahun azza wa jall më na falë. Dino musliman që asë për mu ka një nuk është letë, mi e thonë kështu, po asë nuk është letë me shku në pame, edhe me pa atë doke si një dyftërsi që bëhet, shkojnë ungjën, edhe qohen, shkojnë 2 minuta, kesh së në thotë si më kanë, këto muhabete nuk i kanë hije muslimanve, kesh së në thotë si më kanë, gjuje këta, më shka heq, më herësht. Kesh, unë e ajë së në thotë si më kanë, kjo nuk zemë vend të muslimanët, kjo ju më kanë, dashtë i zemna me shku me pa, po, në regull. Ama kesh sa mos me thonë si më kanë, kjo nuk është muhabeti muslimanve. E lusëm Allahun azza wa jall më na falë krejtve.